O zot që na gjet ti. Kjo video po vete pikërisht për ata që heqin veten biznesmen, që janë nga Shqipëria, nga Maqedonia dhe nga Kosova, që kanë marrë ambiente dhe i kanë kthyer në dhoma për të fletur gjumë nani gjumi no. Kujdes! Ju shqiptarët e Shqipërisë që flini në për këto hotele, në këto hostele, nga 4 veta, nga 6 veta në dhomë. Kjo është për ty, pronar, që më merr 400 euro personi, që më merr 450 euro personi, 500 euro personi. Do të thuash, nuk të marr me dhunë, ti vjen vetë. Unë vërtet vi vetë, por në çdo hostel, në çdo cep të Gjermanisë, prandaj kujdes, mundohuni të mbani pastër hotelet që shqiptari paguan lekët. Natën e mirë. Sot këtë video po e bëjmë në një nga hostelet në Myni. Kujdes! Kujdes! Na mbytën tartabiqat.